Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, bën thirrje që të gjitha institucionet të reagojnë ndaj fenomenit të kosovarëve që luftojnë në Siri. Në një intervistë për Europa e Lirë, Jacobson tha se kjo luftë e kosovarëve në Siri duhet të na brengos të gjithëve dhe duhen marrë masa në shumë drejtime për të ndaluar këtë fenomen të tmerrshëm. Jemi të shqetësuar për shkak të kosovarëve që luftojnë në Siri duke u radhitur me grupet radikale dhe duke zhvilluar atë lloj ideologjie. Dhe çfarë ndodh pastaj? E pam sulmin e ndodhur në Turqi ku 3 persona humbën jetën. Pam gjithashtu edhe sulmin vetvrasës me bombë në Irak, i cili u krye nga një kosovar. Kjo gjë është shumë brengosëse, deklaroi ajo. Ambasadorja ka bërë thirrje që të reagojnë instancat përkatëse me ndihmën edhe të ndërkombëtarëve për të ndaluar një fenomen të tillë. Duhet të reagojmë të gjithë ndaj kësaj çështje, si bashkësi ndërkombëtare së bashku me Kosovën, sepse ky nuk është një problem vetëm i Kosovës, por është problem i tërë botës. Ajo shtoi se ligji i propozuar i Kosovës për luftimet në Siri është një hap i mirë dhe sipas saj duhet të marrim informacione se kush janë këta persona, ku gjenden ata dhe cilat janë qëllimet e tyre. Jacobson tha se këta persona duhen ndihmuar duke u krijuar edhe një terren të mirë në vendin e tyre. Dhe këtu e ka fjalën për një punë, standard jetese dhe shpresa për një jetë normale, që këto ideologji ekstremiste si luftrat për xhihad të mos i tërheqin të rinjt. Sipas saj, zhvillimi ekonomik, shoqëror dhe arsimor janë bazat të cilat kontrollojnë një shoqëri. Jacobson ka komentuar edhe rolin e komunitetit fetar në Kosovë, ku sipas saj Bashkësia Islame shpeshherë përdor fjalor shovinist. Kjo nuk është një gjë e cila ka vend në demokracinë e shekullit 21, përfundoi Jacobson.